Andaj shtohet pyetja, a ka ilaç? A ka ndonjë ilaç që i zgjidh problemet bashkëqortore? Sepse rreziku sot nuk është nga verja, nga jugu, nga lindja, nga perëndimi. Rreziku sot në shoqërinë kosovare është brenda familjes, po shkatërrohet ajo që është ndërtuar me shekuj të tërë. Familja tradicionale e këtij populli, këtij vendi po lkundet, po fryn erna, po fryn fortuna dhe stuhi, po e godasin atë. Dhe po e shohim se numri i ftohjeve të bashkëshortëve është duke u shtuar me përmasa të frikshme. Numri i shkunorizimeve që 22 vitje vetëm po ngritet, nuk ka rami asnjë vit. Numri i shtimit të popullatës, nataliteti rami non stop. Dhe deri dje kur ne i qajshim vendet e rajonit se janë vendet të pleqve dhe të plakave, Evropa aludojshëm se është vend i pleqve dhe i plakave, edhe Kosova në qëtë trend, që zhvillim është duke shkue. Dhe për i thëmë sinqeresht, nëse kemi jetë brenda 30 viteve të arshme, do të kemi probleme i mbush kështu xhamijat. Andaj qysh me i zgjidh këto problemet bashkëqortore, nuk ka zgjidhje më e mirë se sa zgjidhja që ofron krijuesi për krijesat. Edhe zgjidhjet që i ofrojnë krijesat janë të mira, edhe këshillat që t'i jep hoxha, apo t'i jep psikologu, apo t'i jep psikiatri në raste të veçanta, apo t'i jep pedagogu, apo sociologu, këto janë të mira. Mirë po këshillat më të mira, mësimet më të mira për me i zgjidh problemet në jetën bashkëqortore janë mësimet e Zotit, mësimet e krijuesit. Për ata Allahu Teala thot: "Wattaqullah wa yuallimukumullah." Keni frikë Allahun, bëhuni të devotshëm, Allahu ju mëson juve. Ju mëson qysh me çu jetën bashkëqortore. Ju mëson juve qysh mos me ardh deri tek problemet. Po nëse ndodhin qysh me i zgjidh problemet, se nuk kris kiameti. Nuk kris kiameti nëse paraqitet një problem familje, se është e natyrshme me pas mosmarrveshje, është e natyrshme me pas zënka her pas here, divergjenca, kundërthanje, sepse nuk jemi të njëjtë. Se kjo është burra, ajo është grua, i kanë cilësi të ndryshme, janë dy gjini të ndryshme. Andaj çka? Problemi i madh, kiameti i madh, krizë në familje, atëherë kur nuk din burri dhe gruaja me zgjidh problemet bashkëqortore. Pse ka ndodhur problemi, nuk është kiameti. Amo mos me ditë me zgjidh burri, mos me ditë me majt timonin. Është sikur piloti me lëshue timonin edhe më i thon pasagerëve vullnetarëve, zoti çarrin ja po i graham çështë mujna. Disa burra çështë e kanë lëshu timonin, krejt. Gruaja bën çka don, djali bën çka don, vajza çka don, nusa çka don, nipi mesa, s'di kush është aty i zoti i shtëpisë. Dihet ka hierarki, edhe kjo ka qenë gjithmonë traditën shumë shekullore në popullin tonë. Burri është nishi, pastaj vjen gruaja dyshi aty edhe shkojnë barabart ata. Gruaja asiston burrin shumë gjana. Në disa gjana dhe i prim burrit, është fjala për natyrën e saj. Ashtu që Allahu e ka krijuar atë. Në disa procesa ajo i prin edhe burrit të saj, edhe familjes së saj. Andaj pra devotshmëria, me pas frikë Allahun, me frikë të vërtet, me qenë i devotshëm ashtu siç do takwa, do të thotë zgjidhje e gjitha problemeve, jo vetëm bashkëqortore, po problemeve jetësore, po jo vetëm jetësore, po edhe pas vdekjes në varr, zgjidhen problemet për njerëz të devotshëm, po edhe pas varrit kur do dalin para Zotit, kur do të ringjallemi, zgjidhen problemet. Andaj çka pra, ju keni frikë Allahun, me frikë të vërtet. Dujeni Allahun me dashuri të vërtet. Dhe shpresoni tek shpërblimi i Allahut, me shpresë të vërtet, Allahu ja mëson juve pastaj çu zgjidhen problemet. Allahu ju ruan pastaj nga problemet. Se nuk ka në Islam të nderuar vllazën ndonjë objekt sikur xhamia me një derë ajo me u mbyll. Allahu i qel rrugët, shumë rrugë, shumë dyrë të hapura për kënd. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ai që ja ka frikën Allahut, ai që është i devotshëm, Allahu i bën dalje, i bën zgjidhje të vështirësive, zgjidhje të problemeve, zgjidhje të krizave. Gjithkohë mundet mos me pas dalje, ama në Islam ka dalje. Gjithkohë mundet me pas vështirësi, ndërsa në Islam ka lehtësira. Andaj pra, keni kujdes që çunat e ri. Keni kujdes, ruani familjet e juaja, familjet janë të shejta. Mos i çrregulloni se disa burra janë bërë sebeb me i çrregullue gratë e tyre fizikisht edhe mentalisht. Edhe shumë prej tyre sot kur ti trajtosh, bisedosh me to, edhe jo, edhe ata të gjithë kanë mësuar pak psikologji, shohin çrregullim stabiliteti në veten e tyre. Ka ky çrregullim prej burrit valla.
Më ka dhunu, kështu më ka bo, kështu më ka bo, ato më ka bo, ato. Keni kujdes. E tash, një gru kur e dhunëm psikikisht apo fizikisht, mos pretaj e ty me të botë është i pasar, starshikimtar. Edhe nëse ti bën ka me ti bo traumatizum, sepse toka në të cilën po e mbjell faren nuk është tokë e shëndosh, nuk është e pastër si dohet. Andaj me pas kujdes, me pas frik Allahun në raportet bashkëshortore, sepse e kemi marrë këtë përgjithësi me dëshirë, se nuk besoj dikon për ju shtu që kanë martu me dhunë, edhe i ka thonë nëse të martohesh, po të ekzekuton shteti, apo të ekzekuton dikush tjetër. Andaj të nderuar vëllezër, me pas parasysh pra frikën ndaj Allahut në raport me bashkëshortet e juaja, edhe ato motat që na përcjellin përmes këtyre kanaleve të ndryshme që transmetohen, derisa edhe ato le ta kenë frikë Allahun. Edhe ato sepse kohët e fundit në emën të lirisë e në emën të barazis disa, jo shumë, po disa motra kanë qu shumë kokë e nalt. Edhe po mendojnë me nejt mi kokë të burrit, o nuk mënesh me nejt mi kokë, se bjen poshtë e thënë qafën dikun. Kjo do me thonë, nuk mënesh me nejt mi kokë burrit, do me thonë nuk mënesh me sundutja ashtu qysht me ndaj shti. Se e thënë qafën do të shkunorizohesh. Andaj me pas frikë Allahun edhe ato motat, mos mi ju bu presion shumë burrave. Mos me lujt rolin e gardianit apo të policit edhe me nejt 24 orë mi kokë burrit se bash monotone e mërzitshme. Andaj pra me pas edhe motat parasysh se burrat, jo të gjithë, por një pjesë e madhe po punojnë me djersën e ballit, po lodhen. Andaj nuk bën tash prej një lodhje 8-9 orëshe me u kthy në një lodhje tjetër 15 orëshe tash. Pas orarit punës tash të merru me lodhjet e tjera. Përkundrazi burri kur kthehet në shtëpinë e vet e gjen atë prehjen, e gjen knatësinë, e gjen lumturinë. Edhe gruaja kur vjen burri, sikur shtëpia e errësuar, e hen burri sikur me hi diell, si me hi drita, kështu do të me prit atë. Edhe me pas kujdes. Me pas kujdes, edhe mos me ardh deri tek problemet. Po nëse vim deri tek problemet, atëherë ti kthejmë problemet tek kush? Ti kthejmë problemet tek fjala e Zotit. Kthehet tek Kurani, se Kurani s'ka fol veç për burra, veç për gra. Si ka dhënë përparësi këtyne apo atyne. Sepse shumë kush po thirrën në përparësie, në drejtësie, në liri ku ta dione, por jo përparësia, drejtësia, liria e Kuranit, edhe e mësuesit të njerëzimit pejgamberit alayhis salam, por një barazi tjetër që nuk ka ekzistuar as nuk ekziston. Edhe po pretendohet çdo herë në barazin gjinore. O vllazni, jemi të sinqert, nuk ka barazi gjinore asnjëherë. Nuk ka mundësi me qenë burri barabart me gruan edhe gruaja barabart me burrin, se janë dy natyra të ndryshme. Bile kur ti këshyrsh kështu ndoshta shumë raste nuk ka barazi, po ka përparësi ndaj gruas para burrit. Duke filluar nga puna fizike, duke filluar nga mirëmbajtja apo mbarvajtja apo përkujdesja e familjes, kush e ka barën e përkujdesjes edhe furnizimit familjes. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Pra burrat janë përgjegjës për gratë e tyre, jo gratë përgjegjëse për burrat e tyre. Burri do të më sigurojë ushqimin gruas, veshmbathjen, pijet, kulmin mbi kokë, edhe të gjitha të tjera që i duhen asaj, në bazë të standardeve të kohës dhe vendit ku jeton. A duhet të ketë barazi në mes të dy gjinive? Nuk ka mundësi, sepse gratë privilegjohen në shumë fusha të jetës. Ju jepet përparësia atyne. E ka dhe fusha të caktuar që i jepet burrave përparësi. A duhet të ketë drejtësi në mes të çifteve bashkëtorë? Absolutisht po. Drejtësia është patjetër. Është urdhën i Zotit të ketë drejtësi në raportet bashkëtorë.